Marashe, nisim së bashku në raport me dekretin e presidentit. Në vlerësimin tonë është një dekret tërësisht në shkelje të kushtetutës, sepse në 115 i kushtetutës e ka të parashikuar në mënyrë shumë të qartë se çfarë ndodh kur një kryetar i bashkie shkarkohet nga detyra, se cilat janë të drejta që lindin atij dhe cilat janë efekte që sjellin këto drejta nëse ky kryetar bashkie zgjedh të ushtrojë këto të drejta. Pra konkretisht një kryetar bashkie i cili vendos të ankohet në gjykatën kushtetuese, automatikisht vendimi i shkarkimit të tij pezullohet e përrjedhoi presidenti i Republikës do duhet që të pres datën, vendimin e gjykatës kushtetuese në mënyrë që të caktojë datën e zgjedhjeve. Në çdo rast, në fakt, presidenti i Republikës, edhe sikur kryetari i bashkisë të mos ankohet në gjykatën kushtetuese, do duhet që të pres përfundimin e afatit të së drejtës për ankim që ka kryetari i bashkisë pra 15 ditë nga momenti që ai shkarkohet nga detyra. Pse nuk priti? Vetëm që të institucioni presidentit të Republikës. Sepse ka një pretendim absurd, i cili në fakt nuk qëndron për këdo që e njeh sa të pak këtë fushë, një pretendim sipas të cilit ligji dhe kushtetuta flasin për gjëra të ndryshme. Kur në fakt, domethënë, për kryetarin e bashkisë, në 115 i kushtetutës ka parashikuar cilat janë rastet e vetme kur mund të shkarkohet një kryetar bashkie nga detyra. Dhe kushtetuta jonë thot për shkelje të rëndë të kustetutës dhe të ligjit. Në fakt kushtetuta, ashtu si edhe në rastet të tjera, nuk ka qenë shtruese sa i përket rasteve kur mund shkarkohet një kryetar bashkie apo kur mund shkarkohet një organ tjetër. Dhe këtë detyrë kushtetuta ja ka ngarkuar legjislatorit. Legjislatori në ligjin për veçqeverisjen vendore 139 e 2015 ka detajuar 3 raste kur mund të shkarkohet një kryetar bashkie. Për shkelje të kushtetues dhe të ligjit, kur dënohet për një vepër penale dhe rasti i tretë kur për 3 muaj rresht nuk paraqitet në detyrë. Po këto raste nuk duhen kuptuar si të pavarura dhe të shputura nga kushtetuta, por duhen lexuar si parashikime brenda kushtetues që do të thotë nëse një kryetar bashkie nuk paraqitet për 3 muaj në detyrë, do thotë që kryetari i bashkisë ka shkelur ligjin dhe për rrjedhoi shkarkohet nga detyra. Po nuk duhet kuptuar që pavarësisht nëse ne e konsiderojmë apo jo këtë një shkelje të ligjit, ai shkarkohet nga detyra. Dhe në këtë kuptim, çdo rast i shkarkimit të një kryetari bashkie është brenda rasteve që ka parashikuar në 115 i kushtetutës dhe jep mundësi këtij kryetari bashkie kushdo qoftë ai, pavarësisht nëse quhet Erion Velia apo ka një emër tjetër, që të ankohet në gjykatën kushtetuese dhe në momentin që paraqet ankimin, do duhet që vendimi i shkarkimit të pezullohet. Në fakt e meta këtu, dhe po e mbyll, nuk është vetëm e presidentit, kryeministrit dhe këshillit të ministrave në tërësi, por një të mbetë të madh apo një gabim të pafalshëm, do thosha unë, që nuk mendoj se është thjesht gabim, por është një faj, ka edhe vetë gjykata kushtetuese në këtë rast. Sepse dekreti i ditës së dieshme nuk ka të bëjë thjesht me individin Erion Veliaj. Për mendimin tim tashmë për interesin publik, individi Erion Veliaj nuk ka më në rëndësi të madhe. Individi Erion Veliaj do zell të përballet me gjykatat, me ligjin nëpërmjet ekipit të tij mbrojtës dhe ka dal nga ajo që mund konsiderohet interesi publik për individin Veliaj. Precedenti që krijon dhe asgjësimi i themeleve të shtetit të drejtës duhet na interesojë të gjithëve sepse përbën interes publik. Dhe ditën e djeshme, gjykata kushtetuese do duhet që me marrjen e ankimit nga avokatët e zotit Veliaj të kishte informuar zyrtarisht qoftë presidentin e Republikës, qoftë këshillin e ministrave, që ndaj kësaj çështje tashmë ka një ankim dhe kjo është një vendimarrje e pezulluar. Pra nuk duhet të kryeni asnjë lloj veprimi. Gjë që në fakt gjykata kushtetuese në rastet e mëparshme e ka bërë. Në rastin konkret nuk e ka bërë. Në rastin konkret nuk e ka bërë dhe besoj mund ta kuptoni sepse nuk e ka bërë, për të lejuar këtë që sapo ndodhi dhe flet shumë për pavarësinë që ka vetë gjykata kushtetuese. Sepse ajo që ka ndodhur me dekretin e presidentit të Republikës nuk është vetëm një shkelje shumë e rëndë e kushtetues për zotin Veliaj apo për, si më thënë, për interesin publik, po në fakt është asgjësimi i autoritetit gjykatës kushtetuese, sepse praktikisht presidenti i Republikës i thot gjykatës kushtetuese, cili do qoftë vendimi jot, unë do marr vendimet e mia dhe nuk interesohem fare se cili është vendimi që do marr gjykata kushtetuese. Çfarë ndodh nëse nesër gjykata kushtetuese thotë që shkarkimi fjalabie i kryetarit bashkisë të Tiranës ka qenë në kundërshtim me kushtetutën? Dhe ne jemi në mes fushatës. Krishnik, ndan të njëjtin shëndrim apo ke një tjetër? Për sa i përket kuptimit të drejtës së ankimit dhe garancive që i jepen një subjekti kushdo qoftë për t'ia garantuar këtë drejtë, për ta ushtruar sepse mendon se i është bërë një padrejtësi, jam plotësisht dakord dhe është gjykata kushtetuese kompetente për ta shqyrtuar kërkesën.
afatet e ankimeve janë taksative, por për te të drejtës dhe garancive të ankimeve kemi dhe një nocion tjetër, që avokati nuk e tha edhe pse duhet ta thoshte, që është shpërdorimi i ankimit. Çfarë do të ndodhi në këtë raste? Pra vërtet ky ligjit ka dhënë një të drejtë për t'u ankuar, por nga ana tjetër të detyron që ti mos ta shpërdorosh këtë të drejtë për t'u bërë pengesë qoftë organeve administrative ose organeve gjyqësore që të arrijnë në një vendimarrje në kohën e dur. Tashi ligji nuk ka parashikuar as kushtetuta afate se kur do të shqyrtohet kjo kërkesë. Në këndvështrimin tim, në interpretimin e enit 62 të ligjit për qeverisjen vendore dhe në 115 Serion Velia është i shkarkuar në kuptimin juridik taksativisht sepse ligji e parashikon ashtu. A e parashikon drejt apo jo është një diskutim tjetër pastaj. Por nga ana tjetër duhet kemi parasysh për aq kosa ligji nuk ka parashikuar afate të shqyrtimit këtyre kërkesave ose më saktë këtyre ankesave, sepse bëhet fjalë për një ankim në gjykatën kushtetuese. Sa penges mund të bëhet, sa mund të zgjasi kjo procedurë. Tirana është një bashki që ka pa kryetar më shumë se 3 muaj, nuk e di sa është në... Nga 11 shkurti. Nga 11 shkurti, pra. Çfarë do të ndodhi sikur çdo person, për shkak se ligji ja ka garantuar të drejtën e ankimit, ta abuzojë me të drejtën e ankimit, për t'u bërë pengesë, pastaj dhe për të arritur ato synimet e veta ose strategjitë e veta. Kështu që në këtë aspekt duhet jemi pak të kujdesshëm për sa i përket kësaj pjesës së garancisë që i ka dhënë ligji dhe të drejtës që i ka dhënë ligji për të ankuar. Në kuptim të shkeljes, ajo është një shkelje taksative, dispozita është taksative, nuk parashikon mënyrën e fajit, pra për faj ose pa faj të mos paraqitjes në detyrë, është në ekran. Me dëshirë apo pa dëshirë, nuk e përcakton. I ka dhënë prioritet interesit të qytetit, pra mjafton që ti mos jesh 3 muaj, pastaj shkaqet nuk kanë më rëndësi, sepse ka prioritet interesi qytetarëve, ka prioritet detyra, ka prioritet rregullimi e të gjitha me radhë. Kështu që nuk shikoj... Mund të shtoj një gjë? Po, për të hapur të debatin. Se vetëm këtu s'është e rëndësishme. E para nuk bëhet fjalë, se nuk duhet ta ngatrojmë debatin, nuk bëhet fjalë për individin Erion Veliaj. Edhe një herë, domethënë, se kjo gjëja mund të ishte i njëjti precedent, nëse lejohet që të ndodhë ky precedent, dhe nuk reagojnë institucionet, ose nuk reagon opozita, media, opinioni publik e kështu me radhë, mund të përsëritet për çdo kryetar tjetër bashkie. Nesër pas nesër, i njëjti precedent mund ta përsërisim për një kryetar bashkie të opozitës. Pra mbledhin këshillin bashkiak, marrin një vendimarrje të diskutueshme ligjërisht, ja çojnë këshillit të ministrave, blidhet e Dirama. Nëse nuk është 3 muaj në detyrë. Blidhet e Dirama, po mund gjejnë edhe shkaqe të tjera, mund gjejnë edhe një nga, po them, GRMB, fjala bie, mund ta gjejnë ato. Dënohet për kryerjen e një vepre penale me vendim formës shprehje nga gjykata. Me këmbët e tua nuk janë... Po ka pasur raste, pra, sepse ka pasur raste. Të çmenden njerëzit mund të ketur, po flasim për jetën nesër pas nesër një skenar të ngjashëm mund ta prollojnë edhe për çdo kryetar tjetër bashkie që nuk i pëlqen pushtetit ekzekutiv. S'ka rëndësi mund të jetë i opozitës, i vetë pozitës e kështu me radhë, ose një subjekti tjetër politik. Kështu që precedenti që krijohet është shumë i rrezikshëm, sepse praktikisht azgjesohet garancia që i ka dhënë kushtetuta një organi që është zgjedhur nga qytetarët. Kryetari i bashkisë zgjidhet drejt, nuk emërohet kryetari, zgjidhet drejt për drejt nga qytetarët. Dhe qytetarët që kanë zgjedhur atë kryetar bashkie, duhet që ai vetë nëse shkarkohet nga Këshilli i Ministrave të ketë një lloj garancie në ushtrimin e detyrës që nuk do ngrihet pushteti ekzekutiv dhe ta shkarkojë nga detyra. Pra nuk duhet ta ngatrojmë individin Veliaj, për të cilin absolutisht edhe unë jam tërësisht dakord me shkarkimin e tij, më duket shumë i vonuar madje dhe duhet ishte larguar shumë kohë më përpara, madje mos ta kishte marrë fare as të mandatin e tretë, por ne po flasim për çdo kryetar tjetër bashkie që mund të jetë në të njëjtin pozitë, në të njëjtin pozicion dhe duhet i respektohet e drejta ankimit në gjykatën kushtetuese dhe duhet lejohet që gjykata kushtetuese të shprehet. Sepse ka ndodhur fjala bie për kryetarin e bashkisë Vaudejes që shumë kohë përpara Zefilen. Njëjti precedent që e kanë shkarkuar nga detyra. Edhe një të fundit, çfarë do të ndodhi për shkak se ligji nuk ka që ligji nuk ka parashikuar afate të shqyrtimit këtyre kërkesave, që duhet kishin një përparësi. Ligji për gjykatën kushtetuese ka afate të parashikuara në fakt se si shqyrtohet një kërkesë. Sa? Në rastin konkret sa? Nëse nuk ai mund të jetë edhe rast që zakonisht janë raste që trajtohen me përparësi dhe shkojnë diçka 3-4 muaj maksimumi.